Rezultati do të mbetet në historinë e Shqipërisë, kokën lart, këtu nuk ka humbës, por vetëm fitues, thekson Rama, ndërkohë Ilir Meta nga Burgu, i cili nuk arriti të fitojë një mandat, kërkon analizë dhe verifikim të çdo vote. Giorgia Meloni flet me Papa Leonin e 14 duke i kërkuar disponueshmërinë e Selisë së Shenjtë për të pritur një samit mes Rusisë dhe Ukrainës. Meloni merr miratimin nga Ati i Shenjtë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka nisur hetimet lidhur me rastin e kërcënimit të presidentes Vjosa Osmani. Nga zyra e presidentes konfirmojnë për A2CNN se nuk ka qenë rasti i parë, ndërsa ekspertët e sigurisë i bëjnë thirrje autoriteteve që ta marrin seriozisht jo vetëm këtë rast, por edhe raste të tjera. Shikues të nderuar, ju përshëndes, do të jemi bashkë edhe në këtë hapësirë informative në A2 sot. Një mega operacion i gjerë antikriminal në bashkëpunim edhe me autoritetet italiane, po zhvillohet në disa qytete të Shqipërisë në drejtimin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Operacioni ka nisur në orët e para të mëngjesit dhe po shtrihet në qytetet Tiranë, Durrës, Fier dhe Vlorë, me pjesëmarrjen e forcave të shumta të rendit dhe të njësive speciale. Operacioni lidhet me goditjen e grupeve të strukturuara kriminale, që dyshohet se janë përfshirë në trafik të lëndëve narkotike dhe veprimtari të tjera të krimit të organizuar. Deri më tani janë lëshuar disa urdhër arreste dhe po kryen kontrolle në banesa. A2CNN mëson se në total brenda dhe jashtë vendit janë lëshuar 52 urdhër arreste. Mësohet se të paktën 20 prej tyre janë për tu ekzekutuar në vendin ton. Mes personave që janë lëshuar urdhër arreste ka zyrtar, policë dhe biznesmen, ndërsa janë sekuestruar edhe një sër pasurish të paluajtshme në Tiranë dhe Durrës. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do dalë sot në një konferencë të përbashkët për shtyp me autoritetet italiane në lidhje me këtë operacion dhe ne do ta pasqyrojmë drejt për drejt. Një sasi lëndë eksplozivi ka alarmuar policinë e Durrësit, e cila konstatoi mbrëmjen e së premtes në vendin e quajtur si Veliera. Menjëherë pas konstatimit është krijuar perimetri i sigurisë dhe policia në bashkëpunim me forcat gjenjere ka nisur hetimet për zbardhjen e këtij rasti të paprecedent. Pothuajse përgjatë gjithë natës, policia ka mbajtur të bllokuar zonën ku u gjet lënda shpërthyese, ndërsa në orët e para të mëngjesit të së mërkurës është realizuar edhe shpërthimi i kontrolluar i sasisë së eksplozivit. Në lidhje me këtë rast, policia e Durrësit ende nuk ka një njoftim zyrtar, ndërsa janë ende të paqarta motivet dhe mënyra se si u zbulua lënda shpërthyese. Grupi hetimor po verifikon kamerat e sigurisë në zonë, ndërsa po ekzaminohen të gjitha provat e marra në vendngjarje. $201.000 votat nga jashtë vendit, më shumë garë me subjekteve politike, prodhuan një luftë të hapur mes kandidatëve të së njëjtës listë. Mbyllja e procesit të numërimit konfirmoi PS-n si forcë dominuese politike, ndërsa PD-n si alternativën më pak të pëlqyer. Përfundimi i numërimit të votave lejon tashmë komisionerin Celibashi për të bërë miratimin paraprak të rezultateve. U deshën në ditë që vota e fundit e diasporës së numëroi. Elbasani Sheqarku që kërkoi edhe mesditën e së martës së dytë pas zgjedhjeve për të numëruar kutinë e fundit, duke shënuar edhe përmbylljen e një procesi të implementuar për herë të parë. Përfundimi i procesit nxjerr në pa edhe shpërndarjen e votës së diasporës kundërmjet socialistëve dhe demokratëve, diferenca e dukshme në çdo 3 vota, 2 janë të PS-s dhe 1 për PD-n. Kjo e përsi thelloi avantazhin e krijuar nga majoranca brenda vendit, ndërsa diaspora shtoi vetëm një deputet më shumë për socialistët në qarkun Vlorë, duke finalizuar rezultatin në 83 mandate parlamentare. Por nëse impakti i garës mes partive ishte minimal, ndërmjet kandidatëve vota diasporës rezultoi përcaktuese. I pari ishte Isuf Çela nga Demokratët në Kukës, që fal preferencave nga jashtë vendit, spostoi shkëlqim sheun duke marrë mandatin e dytë në këtë qark për opozitën. Në Lezhë Admir Kadeli PS si ktheu rezultatin Marieta Nelit, e cila deri në mbrëmjen e së hënës e mendonte veten deputete të kuvendit. Historia u përsërit edhe në Tiranë ndërmjet Olta Xhaçkës dhe Blerina Gjylametit, ku ish ministre e jashtme. Përmbysi votat brenda vendit duke krijuar një avantazh për 140 votash e duke rrëmbyer mandatin e koleges. Këto festa sollën edhe hatërmbetje, ku 5 socialistë u drejtuan KQZ-s për pamje filmike,
veprim të cilin i deleguari PS-s për diasporën, Taulan Balla, e konsideroi të panevojshëm. Si këshill, si më i vjetër në gjithë këto betejë elektorale, po ju them që këtë gjë e bën KQZ-ja. Dhe KQZ-ja e bëri në 2021, e bëri në 2023, do ta bëjë në 2024. Pas porosisë së ngjashme edhe të Edi Ramës, mesazhi duket se po dëgjohet dhe kërkesat për pamje filmike nuk po zbatohen. Ndërkohë PS i le derë të hapur forcave të reja opozitare për të trajtuar në parlamentin e ardhshëm shqetësimet e tyre mbi kodin zgjedhor. Dhe ato që janë përfaqësuar në kuvend, bujrum në shtator të ngrejmë komisionin e reformës zgjedhore dhe të adresojmë të gjitha rekomandimet e OSBE-dit. KQZ pritet të vijojë me miratimin e rezultateve paraprake, akti i cili hap rrugë ankimeve institucionale, ku Partia Demokratike është shprehur se nuk e njeh procesin zgjedhor, duke konsideruar një farsë. Në mandatin e 4, Edi Rama do të ketë në parlament 54 deputet të rinj, ndërsa 29 socialistë do të rikthehen sërish në parlament. Emra të rëndësishëm mbeten jashtë kuvendit nga PS, por Edi Rama u sigurua që ministrat e kabinetit të tij të fitonin karrigen e deputetit. Deputetët më të votuar ndahen mes Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. Në zgjedhjet e 11 majit, Partia Socialiste arriti të fitojë 83 mandate, duke i dhënë mundësi Edi Ramës të qeverisë vendin edhe për 4 vite të tjera. Kryetari i Partisë Socialiste do të ulet në kuvendin e ri në shtator me një grup parlamentar më të fortë. Zyrtarisht vetëm një vot larg shumicës së cilësuar. Nga mazhoranca, 29 socialistë rinovuan kontratën e deputetit, ndërsa 54 të tjerë do të ulen për herë të parë në sallën e përfaqësimit të vullnetit popullor. Përveç se fitoi mandatin e 4, Rama siguroi edhe 16 nga 17 ministrat e kabinetit qeveritar aktual, duke u dhënë një mandat deputeti të gjithë anëtarëve të ekzekutivit që ishin pjesë e listave. 13 prej tyre ishin në zonën e mbrojtur, ndërsa vetëm 3 luftuan brenda llojit në betejën e Tiranës, Blendi Gonxhe, Ervin Hoxha dhe Anila Denaj. 37 socialistët që fituan garën në listën e hapur kishin edhe një betejë personale për të kapur kuotat më të larta në renditjen e votës preferenciale. Në top 10 më të votuarit të Partisë Socialiste bien në sy kryesisht emra të ri, si Sara Mila, Eceno Klosi, apo Arkend Balla që hyri në parlament vetëm pak muaj më parë, pas largimeve nga lista e PS-s. Dallojnë edhe 2 deputetët veteranë si Erion Braçi dhe Fatmir Xhafaj. Senatori Braçi, edhe pse pak kohë në njësinë 5 në Tiranë, arriti të zinte vendin e dytë, ndërsa në diaspor tregoi që ishte më i votuari ndër të majtët. Ministri Ramës, Blendi Gonxha, mori numrimin më të lartë të votave, ndërsa drejtuesi i Ministrisë së Brendshme u pozicionua në vendin e 4. Nga ana tjetër, 21 deputet socialist nga grupi aktual, ndonse ishin pjesë e listave, nuk arritën të mbijetonin garës së brendshme. Votat e 11 majit larguan nga mazhoranca parlamentare emra të njohur të Partisë Socialiste, që nga Pandeli Majko, Mimi Kodeli, Klotilda Bushka, Gjemal Qefaliaj, Ermonela Felaj apo Blerina Gjylameti. Në fund të procesit, të pakënaqurit tentuan të ngrinin zërin për vjedhjen e votës nga kolegët e partisë, por një këshill paralajmëruese e kryetarit shuajti çdo zë kritik brenda selisë roz. Me përfundimin e numërimit të votave si brenda dhe jashtë vendit, koalicioni drejtuar nga Partia Demokratike arriti që të merrte vetëm 50 mandate, lista e tkurrur në krahasim me vitin 2021. Tregon se shumica e atyre që do të jenë në parlamentin e ardhshëm janë emra të vjetër dhe veteran në kuvend, ndërsa pak është bërë për të pasur figura të reja. Pak emra të rinj, më shumë rikthime dhe veteran që kanë cimentuar karrieren në kuvend. Kjo është panorama e grupit të ri parlamentar të Partisë Demokratike. Me nisjen e legjislaturës së re në shtator, opozitarët do të jenë më të pak në numra, por qasja pas humjes në zgjedhje tregon se klima parlamentare do të jetë e tensionuar, siç ishte edhe në 4 vitet që po lëm pas. Qarku i Tiranës vjen me 2 emra të rinj në kuvend që do të kenë nga një ulse, Tedi Blushi dhe Besat Xhaferi, ndërsa nuk mungojnë rikthimet, si në rastin e Josefina Topallit, që ka drejtuar 8 vite këtë institucion, apo Belin Këlliçit e Klevis Balliut. Të besuarit e Berishës, Noka e Vokshi, rikonfirmoi mandatet, njësoj si alatët e PD. Qarku i Durrësit është riformatuar pothuajse i gjithi, ku përveç Ert Bylukbashit, që do të jetë sërish deputet, në kuvend do të ketë 5 emra të rinj. Artan Luku, Manjola Luku, Gen Strazimiri, Igli Cara dhe Arjan Doja
nuk kanë qenë pjesë e listave për deputet në vitin 2021. Ndryshime rrënjësore pëson dhe qarku i Elbasanit, ku nga lista e vitit 2021 nuk ka asnjë përfaqësues për 4 vitet e ardhshme. Edhe pse të gjithë emrat që garuan janë të rinj, demokratët morën rezultat zhgënjyes në këtë qark, ku nuk arritën që të zauronin as listën e mbyllur, duke humbur 2 mandate nga 6 që morën në 2021-shin. Tashmë demokratët do të kenë vetëm 4 përfaqësues. Një panoramë të ngjashme ofron dhe qarku Fier, ku tashmë do të përfaqësohet vetëm me 4 deputet. Luan Baçi dhe Sajmir Korreshi arritën që të mbjetonin nga 2021-shi, ndërsa lista plotësohet me drejtuesin politik Azmen Bardhi dhe aleate nga Partia e Lirisë Brunilda Haxhiu. Në Vlorë, demokratët nuk pësojnë shumë ndryshime. Bujar Leskaj dhe Ina Zhupa arritën që të ruani vendin edhe për legjislaturën e re, e bashkë me ta, qarkun do të përfaqësoj dhe aleati Vangjel Dule, i cili në 2021-shin fitoi mandatin në Tiranë. Gjirokastra prej vitesh tashmë nuk pëson ndryshime. Tritan Sheu duket se ka zënë rënjë dhe do të përfaqësoj edhe për 4 vite banorët e këtij qarku si i vetmi demokrat. Në Korç, Ivi Kaso si drejtues politik, bashkë me Ledina Alollin dhe Fidel Krekën, i bashkojnë Bledion Allbatit, i cili arriti të sigurojë edhe një mandat tjetër. Eno Bozdo dhe Zia Ismaili do të jenë emrat e rinj që do të përfaqësojnë demokratën në qarkun e Beratit, duke zënë vendet e Tomor Alizotit dhe Kasem Mamutajt. Në Dibër, demokratët do të kenë një deputet më pak, ku tashmë do të përfaqësohen vetëm nga Xhelal Mziu dhe Denis Avata. Jashtë kuvendit mbeten Dhurata Çupi dhe Kreshnik Çollaku, të cilët garuan në Tiranë, por nuk arritën që të merrnin mandat. Qarku i Lezhës nuk do të ketë shumë ndryshime në përfaqësim, pasi jashtë mbeten vetëm Lindita Metaliaj dhe vendi i saj Lëmbosh plotësohet nga Gjingjoni, i gjyqtari që arritë të fitonte mandatin e deputetit në listë të hapur. Në Kukës prej kohësh nuk ka ndryshime, ku mandatet janë çimentuar te Flamur Hoxha dhe Isuf Çelaj. Në Shkodër, demokratët do të jenë të përfaqësuar nga Luciano Boçi, i cili ishte edhe drejtues politik në qark. Për herë të parë një ulse merr edhe Kliti Hoti. Në kuvend do të rikthehet edhe Bars Pahia, i cili shihen e të qenë deputet e ka provuar nga viti 2017 deri në vitin 2021. Në bazë të rezultateve paraprake nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Demokratike nuk arriti që të zauronte listën e mbyllur në disa qarqe, si në Vlorë, Fier dhe Elbasan. Kryedemokrati Sali Berisha pohoi se në zgjedhjet e 11 majit, majoranca shkeli parimet e kartës së Kopenhagenit. Ai bëri thirrje KQZ-s të mos miratoj rezultatin e zgjedhjeve dhe premtoi vijim të betejës me protesta dhe ndërgjegjësim të ndërkombëtarëve. Edi Rama nuk zhvillon zgjedhje, zhvillon fars. Në ditën e 9 pas zgjedhjeve, Sali Berisha vion ta konsideroi garën e 11 majit si farsë elektorale dhe pohoi se demokratët nuk do të njohin rezultatin e dalë prej tyre. Në një konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike pohoi se qytetarët nuk votuan të lirë dhe se shumë prej tyre u kërcënuan edhe me armë. Duke cituar një dokument ndërkombëtar, Kartën e Kopenhagenit, që saktëson parimet bazë të zgjedhjeve, Berisha pohon se ky dokument nuk është respektuar. Në këto zgjedhje u shkelen parimet më themelore të zgjedhjeve të drejta, për të cilët Shqipëria ka firmosur dokumentin e Kopenhagenit. Shqipëria ka mishruar këtë dokument dhe parimet e këtij dokumenti në kushtetutën e vendit dhe në kodin zgjedhor. Një thirrje ka për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të mos nxjerrë rezultatet paraprake, pasi siç pohon ai, shkeljet janë të shumta dhe theksin e vendos të votimi nga jashtë. Asnjë rezultat nuk mund të nxirret mbi falsifikimin monstruoz që u bë në këto zgjedhje. Unë do paraqes ju dokumenta flagrante për etapën e të fundit të turpshme të votës në diasporë, e cila s'mund të përfshihet kurrë, s'mund të konsiderohet kurrë. Betejën për mos njohjen e rezultatit, pohon se do ta bëjnë në 2 fronte, ku përveç protestave brenda vendit, një vëmendje e shtuar do të jetë dialogu me ndërkombëtarët. Nga ana tjetër, Sali Berisha nuk preferoi të përgjigjet nëse aleatët e tij justifikuan besimin e dhënë për 7 mandate në listën e sigurt të koalicionit të drejtuar nga Partia Demokratike.
Partia Demokratike i ka dërguar një kërkesë urgjente Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke i kërkuar të mos certifikojë rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Po ashtu PD kërkon auditim të procesit të votës së diasporës, duke ngritur dyshime për parregullsi. Në kërkesë thuhet se shumë zarfe nga diaspora mbërritën bosh. Kishte mos transparencë, mos përputhje në numrin e zarfeve të ardhura dhe fletëve të numëruara, si dhe problematika të tjera. Partia Demokratike ka kundërshtuar në tërësi procesin e zgjedhjeve të 11 majit, duke e cilësuar si të paracaktuar nga qeveria përmes mekanizmave të jashtëligjshëm që sipas tyre kanë përdorur. Mandati i 4 i Edi Ramës si kryeministër mund të sjellë të njëjtat debate në Kosovë, atë për raportin me Albin Kurtin, nëse edhe ky i fundit arrin të marrë votat e mjaftueshme për t'u konfirmuar si shef i kabinetit qeveritar. Analistët politik thonë se Rama duhet të shfrytëzohet për afërsinë me liderët europian për të çuar përpara agjendat e Kosovës. Rikonfirmimi i Edi Ramës për një tjetër mandat si kryeministër i Shqipërisë nuk pritet të ndryshojë asgjë në raport me Kosovën, sidomos nëse në Prishtinë Albin Kurti nuk arrin që të marrë votat për mandatin e tretë. Sipas analistëve politik, pavarësisht se gjatë 4 viteve të kaluara pati marrëveshje dhe iniciativa mes dy vendeve, fakti që raportet mes dy kryeministrave shqiptar ishte i ftohtë nuk i ka bërë nder asnjërit. Pres përsëritje ndërmjet tyre dy liderëve të mos ketë raporte shumë harmonike, por që nuk do thotë kjo do të mund të reflektohet edhe në raportet ndërshtetërore, sepse në anën tjetër kemi parë iniciativa të përbashkëta ndërshtetërore, sidomos kjo e fundit që ke marrëveshja trilaterale për kornizën e përbashkët të sigurisë të mbrojtjes. Për Kosovën sigurisht që do t'i vazhdoj raportet, si më thonë, ndoshta kryen e që jo vetëm për fajin e tij, por për vetë të udhëheqësve të Kosovës, këtë rast zotit Kurti, sepse ne dimë që Vučići qohet sabah dhe flet me gjithë liderët ta zonë me Trumpin, me Xi Jinping apo dhe me Putinin, kurse Albin Kurti dhe Edi Rama qohen më mëngjes dhe nuk folin me njëri tjetrin. Organizimi i Komitetit Politik Europian në Tiranë së fundmi dhe i disa samiteve të tjera, dhe afrimi i Ramës me disa prej liderëve më të rëndësishëm europian shihet në Prishtinë si një pozicion i mirë i Shqipërisë në skenën politike europiane. Për më tepër, analistët thonë se duhet shfrytzuar si mundësi për të çuar përpara agjendat e Kosovës, sidomos ato që lidhen me integrimin e vendit në organizata të rëndësishme. Kosova do duhet ta shfrytëzonte si më në Romën për këto agjenda, veçanërisht për Këshillin e Evropës dhe disa agjenda tjera që është dashur të jetë pjesë e tyre Kosova, dhe nuk është Edi Rama ka mund të jetë si më një farë lloj ure e bashkëpunimit midis Kosovës dhe këtyre vendeve, paqka se nuk është shfrytzuar. Është e rëndësishme që të shfrytëzohet ky momentum pozitiv i Shqipërisë në aspektin rajonal, sepse në Shqipëri janë mbajtur disa forume të tilla ndërkombëtare në mënyrë që të shtyhet sa më tepër agjenda e Kosovës në forumet ndërkombëtare, sepse fatkeqësisht e mjerisht ne po shohim që Kosova për shkak të kurthimit në procesin e dialogut me Serbinë ka mbetur kogja mbrapa edhe sa i përket agjendës eurointegruese dhe euroatlantike. Partitë politike në Kosovë kanë akuzuar në vazhdimsi Albin Kurtin se ka dëmtuar raportet me Shqipërinë për shkak zhbllokimit të krizës. Sot do të mbahet seanca e 19 se çfarë do të ndodhë, ne do ta diskutojmë me gazetarin tonë në Prishtinë, Ideal Gola. Ideal, të përshëndes. Ka nisur seanca dhe çfarë pritet të ndodhë nga kjo seancë 19? Ideal, çfarë kanë deklaruar deputetët pjesëmarrës në fillim të kësaj seance? Kanë dhënë ndonjë sinjal se mund të ketë ndonjë zhbllokim të krizës? Përshëndetje edhe për ju, Rosalba. Në të vërtetë seanca ishte planifikuar të fillonte në ora 11, mirë po tani kur kanë kaluar 15 minuta ende nuk ka filluar. Është bërë le të themi gjë e zakonshme që seancat të mos nisin në kohë me vonesa 30-40 e më shumë minuta. Fatkeqësisht nga ato deklarime para në hyrje pra të kuvendit në ardhje të deputetëve nuk ka pasur sinjale se mund të ketë ndonjë zhvillim të ri nga ajo çfarë kemi dëshmuar në 18 radhët e dështuara.
Kandidatja për kryeparlamentare Albulena Haxhiu tha se do të vijojnë aty seancë ku ka mbetur pa tek përpjekjet për të ngritur komisionin për mbikëqyrjen e votimit të fshehtë, gjë që e kundërshtojnë partitë e tjera si PDK, LDK, AAK, por edhe lista serbe, që do të thotë se do të kemi sërish një seancë pa ndonjë rezultat, me ato vota që lëvizja vendosje tashmë ka të konfirmuara, por pa 61 të mjaftueshme për të zgjedhur kreun e ri të kuvendit. Tashmë ndoshta shpresa vetme mbetet tek gjykata kushtetuese të qartësoj nëse votimi i fshehtë është i lejuar apo jo, dhe në rast se partitë e tjera mund të binden që të përfshihen në një votim të fshehtë, siç po e refuzojnë aktualisht në seancat e fundit, por mund të ketë edhe ndonjë masë të përkohshme nga gjykata kushtetuese, pra të pezulloj përkohësisht punën e kuvendit, pra të ndaloj këto takime çdo 48 tetor derisa të marrë një vendim. Pra derisa të kemi ndoshta një vendimarrje nga gjykata kushtetuese, mund të jemi në një situatë të njëjtë ku çdo të dytën ditë deputetët do të mblidhen pa ndonjë shpresë se mund të ketë ndonjë zhbllokim të situatës. Kur pritet një vendim i gjykatës kushtetuese ideal lidhur me çështjen e ngritjes së komisionit të mbikëqyrjes për votimin e fshehtë, dhe ndërkohë ka pasur ndonjë iniciativë tjetër nga presidenti Osmani për konsultime, sepse dim që është takuar orë më parë edhe me kryetarin e partisë Nisma, apo jo? Po, sa i përket vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, lënda është dërguar nga deputetët e Aleancës për Bashkëpunën e Kosovës dhe të partive të tjera PDK dhe LDK. Gjykata kushtetuese ka pasur një afat ku ka pritur komentet nga të gjitha palët e përfshira, pra nga të gjitha partitë, të cilët është dashur të dorëzohen deri me datë 19. Ajo periudhë tashmë ka përfunduar për dërgimin e komenteve dhe mbetet tashmë në le të themi autoritetin e tyre se kur do të kenë një vendim. Gjithashtu presidentja gjendet në një vizitë jashtë shtetit duke filluar nga sot në Zvicër dhe pritet që të ketë ashtu siç ka paralajmëruar takimet e tjera me liderët politik pas përfundimit të vizitës së saj në Zvicër, dhe ajo ka paralajmëruar se mund t'i takoj veçmas të gjithë liderët nëse është e nevojshme, por mund t'i drejtohet edhe ajo gjykatës kushtetuese në rast se shet që palët nuk kanë ndonjë vullnet për të zgjidhur ngërçin politik. Ideal, të falenderoj për informacionet që na solle sot. Në një intervistë për televizionin publik RTK në Kosovë, kryeministri Albin Kurti ka sqaruar një herë mirë se pse nuk e tërheq kandidaturën e Albulena Haxhiut. Sipas Kurtit, ata që bëjnë zhurmë nga opozita le të votojnë Albulenën dhe të heqin atë si kryeministër, por Kosovës i duhet dhënë një kuvend patjetër. Shikoni, Kosova ka qeveri, Kosova nuk ka kuvend. Unë po them le ta konstituojmë kuvendin. Qeveri ka, qeveria është në detyrë, efektivisht në dorëheqje. Natyrisht nuk është fuqi plot, është me mandat të kufizuar, me kompetenca të reduktuara, mirë po Kosova ka qeveri. Ajo çfarë Kosova nuk ka kuvend është. Unë nuk jam për ato solucionet qeveri teknike, qeveri tranzicionale, qeveri gjithëpërfshirëse, të cilat e lënë Kosovën pa opozit. Në demokraci duhet të kemi opozit. Duhet të kemi qeveri dhe duhet të kemi opozit. Dhe besoj që edhe një mandat minimalisht i duhet PDK-s të jetë në opozit. Mezi pas 20 vjetëve nxorrëm në opozit, unë nuk e di pse gjithë ky zell i disa të atyre që janë në opozit e nuk janë në PDK, ta kthejnë PDK në qeverisje. E unë po them që nuk na duhet PDK-ja. Mjafton vetë vendosje LDK edhe deputetët e pakicave jo serbe plus në Drašić. 77 jemi. Nëse marrëm edhe nismën, bëhemi 80. Nuk ka nevojë. Pse ta lëm Kosovën pa opozitë, nuk po e kuptoj. Kam përshtypjen që nuk duan ta pranojnë, po megjithatë edhe ata janë në një masë të konsiderueshme të kënaqur në mënyrë latente me Kosovën që është sot me mua si kryeministër. Për ndryshe, do duhej një orë e më parë ta votojnë Albulenën dhe ta dëshmojnë që po merr fund qeverisja e lëvizjes vendosje me kryeministër Albin Kurti. Dhe ne nuk bëjmë qeveri me listën serbe. Por ata të cilët po kërkojnë qeveri të opozitës, ata nuk po thonë që nuk bëjmë qeveri me listën serbe. Ndërkaq ne e kemi shumë të qartë këta. Në qershor të vitit 2023 i kemi shpall organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën veriore.
lista serbe nuk është dashur të certifikohet në KQZ dhe po të kishim prokurori e gjykata siç duhet në një shtet demokratik, e sovran, e të pavarur, atëherë padyshim që lista serbe do të përballej me drejtësinë. Mirë po, ju e dini që me drejtësinë më shumë përballemi ne në rastet tona kur ishim dikur opozitë se sa lista serbe e cila praktikisht ka treguar pa numër herë që është e gatshme, vullnetshme që ta rrezikojë shtetësinë e Kosovës. Prokuroria Speciale e Kosovës ka nisur hetimet lidhur me rastin e kërcënimit të presidentes Vjosa Osmani. Nga zyra e presidentes konfirmojnë për A2 CNN se nuk ka qenë rasti i parë, ndërsa ekspertët e sigurisë i bëjnë thirrje autoriteteve që ta marrin seriozisht jo vetëm këtë rast, por edhe të tjerat. Kërcënimi i zyrtarëve të lartë të shtetit kthyer një fenomen i cili shqetëson jo vetëm sigurinë e tyre, por të gjithë opinionin e këtushëm. Një kërcënim të tillë ka marrur mbrëm presidenti i vendit Vjosa Osmani, ku i është dërguar në millën e saj zyrtar, kërcënim me fjalët do t'ju vrasim. Këto kërcënime kanë qenë të vazhdueshme, thonë zyrtarë të lartë të presidencës para A2 CNN. Gjatë vitit të fundit kemi marrë 10 kërcënime dhe nuk ka pasur ndëshkime ndaj atyre që kanë bërë këto kërcënime, jo vetëm në anë të adresave zyrtare, por thjesht edhe nëpër studio televizive në adresë të kreut të shtetit. E millin zyrtar, kjo tregon një çështje direkte e kërcënimit, pra, edhe mendoj që në këtë rast ka punë hetuesia, policia me prokurorin, por njëkohësisht policia ndërmerr masa tjera të vlerësimit të rrezikut nga ky kërcënim dhe bën mbulimin në aspektin e sigurisë, qoftë perimetrit në pjesën e pra objekteve ku ajo për lëviz apo jeton apo punon, por edhe në lëvizje apo në eskort. Pikërisht në përpavin time, në drejtorinë e krimeve të rënda është duke u hetuar dosja kërcënimeve që ka marrë presidenti i vendit Policia e Kosovës, se ka shtrirë hetimet në disa drejtime për të hetuar këtë kërcënim të fundit i bërë publik nga vetë zyra presidentes Vjosa Osmani një ditë më parë. Të janë dy çështje, është çështja një e hetimeve edhe çështja tjetër që personaliteti i caktuar kur kërcënohet, po mund të jetë edhe qytetari, automatikisht ndërmirën masa nga policia, vlerësohet niveli i rrezikut, edhe ajo thonë personaliteti i caktuar apo personi këtë rast qytetari mbulohet me masat e nevojshme të sigurisë, çfarë vjen nga i vlerësimi. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se kërcënimet ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit duhet të merren shumë seriozisht. Organet e drejtësisë duhet të vlerësojnë këto kërcënime edhe të japin dënimin e merituar. Në të kundërt, ato do të përsëritin dhe mund të kenë pasoja të pallogaritshme, jo vetëm për sigurinë e tyre, por edhe vendit. Prokuroria Speciale e Kosovës është duke hetuar dosjen kërcënuese që ka ardhur Vjosa Osmanit. Në këtë rast, këto hetime janë duke vazhduar me një intensitet të plotë. Në këtë situatë, kur nuk po ndërmirën masat e nevojshme në kuptimin e asaj që të gjyqësori të jep masën e duhur dënimit, atëherë këto kanë mundësi që të marrin konotaciona për masa më të rrezikshme, edhe njerëz të adresojnë kërcënime sikur të është ajo diçka e pa jo reale, them apo imagjinare. Për këtë arsye mendoj që gjyqësori duhet me seriozitet të trajtojë këto. Ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Đurić kërcënon hapur Kosovën me luftë, duke theksuar se shumë shpejt do të ndodhë pushtimi. Ai konsideroi serbët një popull të zbritur nga qielli dhe për luftën kundër Kosovës, tha se po pret ndryshimin e rrethanave në arenën ndërkombëtare. Marko Đurić i konsideron serbët një popull të zbritur nga qielli dhe, ashtu si hebrejt në Palestinë, edhe serbët në Kosovë janë në tokën e tyre, po jo pushtues. Ministri i Jashtëm i Beogradit nuk ndalet me kaq në dëlirën e tij, por madje lëshon edhe një kërcënim. Duhet të sillemi si një popull qiellor këtu në tokë. Shpresoj se do të jemi të denjë për këtë dhe se do t'i kujtojmë fjalët e patriarkut Pavle se do ta kemi Kosovën kur të jemi të denjë për të. Đurić pretendon pasi provë se 10 nga 38 komunat në Kosovë janë me shumicë serbe, por jetojnë edhe komunitete të tjera.
Askush nuk i pyeti nëse donin të ishin pjesë të ashtuquajturit projekti Kosovës së pavarur. Lufta për ta ruajtur shtetin serb në Kosovë është diçka që është detyrë e të gjithë shoqërisë, diçka që është një projekt shumë gjeneracional, për të cilin kam një dozë të shëndetshme optimizmi, pavarësisht rrethanave të vështira, duke pasur parasysh faktin se treguesit tan demografik në zonat serbe janë ende të favorshëm. Familja mesatare serbe në jug të Ibrit ende ka 5 antar. Mbështetja që shteti dhe qeveria ofrojnë është e tillë që në aspektin material te i kalon gjithçka që gëzon populli ynë në pjesë të tjera të vendit dhe shpresoj që me rrethana të ndryshuara ndërkombëtare, qëndrimin e ndryshuar të disa shteteve që morën pjesë në krijimin e atij projekti, kjo do të kontribuojë që gjërat të ndryshojnë në favorin ton. Ai kërcënoi se kjo luftë për Kosovën do të zgjasë shumë gjatë, teksa u shpreh me bindje se rezultati përfundimtar do të jetë me marrjen nën pushtim të tokës së pavarur. Ajo që deri orët e fundit dukej si një sugjerim në bisedimet e paqes Ukrainë-Rusi në Vatikan, po merr formë. Mbrëmjen e djeshme, 20 maj, ka pasur një telefonat nga kryeministra Giorgia Meloni me Papën, i cili ka konfirmuar gatishmërinë e Selisë së Shenjtë për të pritur negociatat. Lajmin për bisedën telefonike mes Papës e ka bërë të ditur Palazzo Chigi. Gjithashtu shpjegohet se ka pasur një takim edhe me Volodymyr Zelenskin dhe disa liderë europian, në të cilin u ra dakord që të ruajë një koordinim i ngushtë mes partnerëve në funksion të një raundi të ri negociatash për arritjen e paqes. Paketa e 17 e sanksioneve kundër Rusisë është miratuar të martën nga Bashkimi Evropian. Në qendër të këtyre sanksioneve është fregata e anijeve hije ruse dhe kompanitë e prodhimit të tankeve. Ndërkohë BE po planifikon edhe vendosjen e paketës së 18 të sanksioneve. Bashkimi Evropian ka miratuar paketën e 17 të sanksioneve kundër Rusisë. Paketa e masave ndëshkuese përfshin ndër të tjera një shtrëngim të mëtejshëm të masave kundër të ashtuquajturës flota hije ruse për transportin e naftës dhe produkteve të naftës, si dhe shuarjen e kërcënimeve hibride. Lajmin e ka bërë të ditur në X, shefja e lartë e politikës së jashtme Kaja Kallas. BE ka miratuar paketën e saj të 17 të sanksioneve kundër Rusisë, duke synuar afro 200 anije të flotës hije ruse. Më shumë sanksione ndaj Rusisë janë duke u marrë në konsiderat. Sa më gjatë që Rusia të bëjë luftë, aq më ashpër është përgjigjja jonë. Kallas gjithashtu theksoi se një paketë 18 sanksionesh është duke u planifikuar tashmë. Ndër të tjera synon të parandalojë rifillimin e funksionimit të tubacioneve të gazit Nord Stream. Përveç kësaj është planifikuar një ulje të çmimit maksimal për naftën ruse dhe sanksione të mëtejshme kundër sektorit financiar rus dhe kundër anijeve të flotës ruse. Bashkimi Evropian dhe aleatët e saj perëndimor janë duke goditur në mënyrë progresive flotën ruse të tankeve dhe kompanive të cilat i prodhojnë ato dhe të cilat përpiqen të anashkalojnë kufirin e çmimit të grupit të 7 vendeve për naftën e papërpunuar ruse që nga fundi i vitit 2022. Sipas Kallas, paketa aktuale e sanksioneve do të ndalojë rreth 200 anije shtesë të hyjnë në portet e BE-s, po ashtu operat. Jemi në një zhvillim të fundit. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dalë në një konferencë të përbashkët për shtyp me autoritetet italiane në lidhje me mega operacionin dhe ne do ta pasqyrojmë drejt për drejt. Ky operacion përfaqëson një hap tjetër të rëndësishëm në luftën tonë të përbashkët kundër krimit të organizuar transnacional. Kam kënaqësinë të nënvizoj sot se është arritur të jepet një goditje e rëndësishme një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, për të cilin ka dyshime të forta se ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të fortave dhe në pastrimin e parave. Ky operacion i mbështetur nga hetime të thelluara dhe nga një shkëmbim efektiv informacioni ndërinstitucional është një dëshmi e qartë e asaj që mund të arrihet kur institucionet e drejtësisë dhe strukturat e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë me besim të ndërsjellët, profesionalizëm dhe përkushtim. Me lejoni të shpreh mirënjohjen time për prokurorët e posaçëm të SPAK, hetuesit e BKH-s, policinë e shtetit, si dhe në mënyrë të veçantë për partnerët tanë italian që sot ndodhen mes nesh dhe që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë hetim të përbashkët. Një falënderim i veçantë për Eurojust dhe Europol për mbështetjen e dhënë gjatë hetimeve të kryera në kuadër të kësaj skuadre të përbashkët hetimore
të ndërtuar me provërinë e Barit. Kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën zotit Rossi, kryeprokurorit të Barit. Sono molto felice di essere qui. Questa collaborazione internazionale per la lotta alla mafia e al traffico degli stupefacenti. Jam shumë i lumtur që gjendem këtu për luftën kundër mafias dhe narkotikëve. Che viviamo insieme tra la Procura di Bari që ndajmë së bashku mes Prokurorisë së Barit e le autorità giudiziarie albanesi. Dhe autoriteteve gjyqësore shqiptare. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare ormai da quasi 10 Kemi punuar dhe vazhdojmë punojmë prej 10 vjetësh per il raggiungimento degli stessi obiettivi. Për arritjen e objektivave të përbashkëta. Per noi combattere il crimine in Albania o in Italia Për të luftuar krimin në Shqipëri apo në Itali è la stessa cosa. Është e njëjta gjë. E abbiamo la piena consapevolezza Jemi të ndërgjegjshëm che le autorità investigative që autoritetet e hetimit shqiptar e in particolare ovviamente la SPA dhe në veçanti SPAK sono solidamente, fortemente capaci janë shumë të afta di perseguire i reati kapjen e veprave insieme con noi. Bashkë me ne. Questa vicinanza e questa forza comune Kjo afërsi dhe kjo forcë përbashkët veramente importante është shumë e rëndësishme a sottolineare. E theksoj përsëri. La mafia albanese purtroppo sappiamo Për fat keq mafia shqiptare e dim është një forcë ndërkombëtare shumë e madhe. Ma siamo certi che il popolo albanese Por jemi të sigurt që populli shqiptar la sua procura e attraverso në anë të prokurorisë dhe gjyqtarëve shqiptar sarà capace di estirpare questo cancro. Do të jetë në gjendje ta luftojë këtë tumor, kancer. E proprio attraverso la collaborazione che è perfetta. Pikërisht përmes bashkëpunimit që është perfekt. Sincronizzati. Jemi të sinkronizuar bashk. Riusciamo a perseguire questo. Arrim këtë objektiv. Lo possiamo fare anche perché c'è la straordinaria presenza. Ka gjithashtu një prezencë të jashtëzakonshme të policisë gjyqësore italiane. Që do të jepet fjala. Dhe policisë gjyqësore shqiptare. Insieme con noi raggiunge gli obiettivi. Që bashkë me ne arrin objektivat e përbashkëta. Per i particolari dell'operazione. Për detajet e operacionit, më pas do të flasin kolegët e mi. Questa vicinanza. Doja të theksoja këtë afërsi të fortë që ekziston mes nesh. L'attività qui di repressione dei reati. Dhe aktivitetit kundër shtypjes së veprave penale në Shqipëri. Faleminderit për punën që bëni. Faleminderit Zoti Rossi, kam kënaqësinë të jap fjalën Zotit Carbone. Do la parola al signor Carbone. Buongiorno a tutti. Mirëditë të gjithëve. Sono particolarmente felice, per me la prima volta. Jam shumë i gëzuar, është hera e parë in Albania që vi në Shqipëri di Tirana. Dhe në Tiranë. Ecco, se c'è un crimine internazionale sicuramente è il narcotraffico. Mes lëndëve narkotike. Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, veçanërisht për lëndët narkotike, i kalon kufit kombëtar ha contatti che vanno oltre i nostri paesi. Dhe ka kontakte që shkon përtej vendeve tona, Italisë dhe Shqipërisë. Contatti con il Nord Europa. Flasim për kontakte me Europën e Veriut, naturalmente Sud America, kalime në Amerikën e Jugut, Ballkan dhe vende të tjera. Nëse rezultatet e djeshme conseguiti sono stati realizzati u realizuan c'è stato un importante është sepse ka pasur një punë të rëndësishme skuadre che vede come che ha visto come attori non soltanto ka parë si aktor jo vetëm policinë gjyqësore presentato in questo caso dalla direzione investigativa antimafia përfaqësuar nga drejtoria investigative antimafia por dhe kolegët e policisë shqiptare.
ma anche e soprattutto per quanto riguarda la sinergia delle autorità. Por edhe për sa ka të bëjë marrëdhëniet me Eurojust dhe skuadrës së hetimeve të përbashkët. Questo diciamo sono risultati importanti. Këto janë rezultate të rëndësishme që mund të arrihen attraverso un perfetto e collaudato vetëm me anë të një di squadra. Loje skuadre të kolauduar të gjithë këtyre aktorëve që kanë bashkëpunuar, kontribuar, I falenderoj. Fjallën ja kaloj prokurori Gianella. La parola al signor Gianella. Grazie. Falenderit. La mia è quasi più una testimonianza. E imja është si një dëshmi, sepse kam qenë këtu në Tiranë në 2005 për të parë, 20 vjet më parë. Kur një gjyqtar I ri dhe marrëdhëniet me autoritetet shqiptare për luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të lëndëve narkotike nuk janë si ato të sotmet. Kemi bërë shumë hapa përpara dhe merita është të dyve, të dy palëve, sepse kjo marrëdhënie është krijuar përmes besimit, besimit reciprok, dëshirës për të punuar bashkë dhe për të arritur bashkë këto rezultate. Dhe unë jam një dëshmitar I këtij ndryshimi të madh që ka ndodhur. Mund ta përmbledhim. Per shembull, një pikë me rëndësi e këtij hetimi ishte rindërtimi I fluksit të parave, që në mënyrë të vazhdueshme ka karakterizuar trafikimin e lëndëve narkotike. Traffico di almeno 4 milioni e mezzo di euro. Një trafikim për të paktën 4 milionë e gjysmë euro. Che ha consentito ai colleghi di Albania Dhe lejoi kolegët në Shqipëri contestare il reato di riciclaggio. Të kontestonin veprën penale të pastrimit parave. Senza tenere conto del fatto che Dhe kjo pa marrë parasysh del giro d'affari delle due associazioni që rindërtimi I marrëdhënieve të këtyre organizatave shqiptare në Itali quantomeno a 7 milioni di euro. Shkon rreth 7 milionë euro. Questo dato basta per dire quanto è importante. Kjo edhe mjafton për të thënë sa rëndësishme është efficace il lavoro di squadra. Dhe e vlefshme puna në grup, në skuadër. Kështu që falenderoj kolegët shqiptar dhe policinë shqiptare për punën që ka kryer. Faleminderit. Tani do e kaloj fjalën prokurorit Mara dhe prokurorëve italian, prokurorët të Çështjes, Kardinali dhe Kementi. Zoti Mara, ettore. Grazie. Faleminderit. Una squadra, il ringraziamento va a tutti. Falenderimi shkon të gjithëve, është një skuadër, gjithë anëtarëve të skuadrës. Contributo Dhe me kontributin e secilit kemi arritur të ndërtojmë një hetim që shkon përtej kufive transndërkombëtar. Ed è lo spirito proprio che ha informato la costituzione di queste squadre investigative. Dhe shpirti I kësaj skuadre të hetimit. Ognuno dai magistrati, çdo person nga gjyqtarët, nga forcat e rendit, coordinamento della direzione nga koordinimi I drejtorisë kombëtare antimafia, shkëmbimi informacioneve me Eurojust, ekspertët për sigurinë, të gjithë, sigurisht dhe dia, dhe policia e regjistore që është themeluar me SPAK. Lavorando insieme tutti per un unico obiettivo. Nëse duke punuar bashkë të gjithë për të njëjtin qëllim, I nostri sforzi, il nostro impegno, vendosim angazhimin ton, raggiungiamo livelli mund të arrijmë nivele erano difficilmente raggiungibili. Që më parë ishin vështirësisht arritshme. E in questi anni di lavoro insieme, dhe gjatë këtyre viteve punë bashk, shkëmbim informacionesh, scambio di consigli, shkëmbim këshillash mbi harmonizimin e vendimeve, mund të arrijmë të perfeksionojmë hetimet tona, duke përdorur burime teknologjike, pra çdo gjë që vjen nëpërmjet aktivitetit të përgjimit,
në të gjitha sfumaturat, sia le risorse invece acquisite attraverso si dhe burimet e marra nga banka të dhonave, si Eurojust, a quelle che sono le chatet, disponibili nei server, të disponueshme në server, të sekuestruara më parë, pra bashkëpunim ndërkombëtar, anche con altri paesi edhe me vende të tjera a sfruttare la tecnologia, që kanë shfrytzuar teknologjinë, anche con nuove risorse por edhe me burime të reja l'ordinamento italiano a quello albanese, që afron ligjin italian me atë shqiptar, collaboratori di giustizia si bashkëpunëtorët e drejtësisë, messi a disposizione që janë vënë në dispozicion proprio per quel rapporto di estrema për fiducia këtë marrëdhënie shumë të fortë besimi tra di noi, që ekziston mes nesh danno un contributo ancora maggiore dhe që japin një kontribut më të madh për hetimin, per poi arrivare a quelle che sono i flussi për të arritur më pas tek flukset ekonomike, quindi seguire il denaro pra për të ndjekur oltre la frontiera. parat për te La kufive. frontiera non è più un ostacolo Kufit nuk janë më një pengesë, perché c'è questo scambio continuo di informazioni sepse ekziston ky shkëmbim i vazhdueshëm informacionash, che ci ha consentito non solo që na ka lejuar raggiungere jo vetëm të arrijmë piattaforme probatorie importanti plataforma provuese të rëndësishme l'esecuzione delle misure personali, për ekzekutimin e masave të ma sigurisë, anche di aggredire i patrimoni che attraverso l'uso di questi por edhe për të reati, noi li chiamiamo lucrogenetici, luftuar pasuritë, perché creano ricchezza illecita, me anë të këtyre pajisjeve që krijojnë pasuri të paligjshme, questi patrimoni un motivo per altre persone per delinquere. E këto invece pasuri përbën con një arsye për të tjerë që të vazhdojnë të kryen vepra kriminale le confische, dhe më pas me sekuestrime dhe konfiskime, dimostriamo che lo Stato, meglio gli Stati in questo caso, ne tregojmë që shtetet në këtë rast sono sensibili janë a shumë të questo ndjeshme e recuperano anche il frutto. dhe rekuperojnë edhe frytin e aktiviteteve të paligjshme. Sono stati quantificati i profitti e il denaro trasportato dall'Italia in Albania Të gjitha të ardhurat e paligjshme transportuar në Shqipëri attraverso un'analisi dettagliata proprio di tutte le informazioni che ci siamo me scambiati. anë të një analize të detajuar pikërisht të informacioneve që kemi shkëmbyer gjatë këtij hetimi, këtyre hetimeve. La prova tangibile della bontà di questa collaborazione Prova e këtij bashkëpunimi è la nostra presenza qui është prania insieme. jonë këtu sot. Noi abbiamo deciso di eseguire contestualmente queste due misure. Kemi vendosur të ndjekim këto masa e in Albania. njëkohësisht në Shqipëri dhe në Itali E lo abbiamo fatto con una cabina di regia dhe internazionale kemi bërë me një regji ndërkombëtare che ha permesso di non fare diffondere le notizie di una që lejoj të mos operazione përhapeshin informacionet e një hetimi raggiungendo questo dhe ndaj një ottimo tjetri, duke arritur këtë rezultat shumë të mirë që kemi arritur sot. e anche la condivisione Edhe ndarja dal punto di vista comunicativo e nga mediatico pikpamja e komunikimit di una presenza dhe me prezencën contestuale insieme attesta questo e të dy palëve vërteton që ndajmë të njëjtat rezultate sepse jemi një skuadër e përbashkët, con il tempo sta raffinando sempre più që me kohën i risultati e i livelli po perfeksionon rezultatet dhe nivelet e livelli dei soggetti e delle associazioni che andiamo e subjekteve dhe organizatave kriminali që hetojmë. Grazie. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Buongiorno a tutti, Faleminderit gjithë për prezencën. grazie a tutti della presenza. Atëherë kolegu jonë zoti kardinali i përmendi në përgjithësi ato çfarë kanë rezultuar nga hetimi i përbashkët. Riferito gli obiettivi comuni. Do mundohem në mënyrë të përmbledhur të japim disa detaje të tjera Cercherò di essere breve per dare alcuni dettagli lidhur me ecurinë e këtij hetimi. per quanto riguarda l'andamento delle indagini. Siç u relatua më parë, ka qenë një hetim i përbashkët Come riferito è stata un'indagine comune midis prokurisë antimafie së Barit tra la Procura antimafia di Bari dhe prokurisë posaçme. e
fal një marrëveshje për skuadrën e bashkë hetimore. Grazie a un accordo. Gjithmonë me ndërmjetësimin e Eurojust. In quadro di Eurojust. Në kuadër të hetimit janë kryer hetime paralele në Itali dhe në Shqipëri. In ambito di queste indagini sono state svolte indagini paralleli in Albania e in Italia. Janë shkëmbyer të dhëna në mënyrë të menjëhershme dhe të përditshme. Scambi di dati e informazioni in modo immediato. Ku është realizuar sekuestrimi në disa episode të lëndëve narkotike në shtetin italian. In cui è stata realizzata në vijim nga ana e autoriteteve italiane, in seguito nga drejtoria e antimafjes dhe prokuroria e Barit, janë administruar të dhënat të platformës së kriptuar Sky ECC, della piattaforma Sky ECC, çfarë kanë rindërtuar dhe kanë paraqitur para hetimit një panoramë të qartë të organizimit të gjithë këtij grupi strukturar kriminal. Molto chiaro di tutte le indagini. Nga analizimi i këtyre dhënave, dall'esame di questi dati, kemi arritur të rindërtojmë dhe të dokumentojmë abbiamo ricostruito gjithë shtrirjen e aktivitetit kriminal, un'attività criminale, i cili fillonte në Shqipëri, partiva dall'Albania, fillimisht në zonën e Puglia, Italia, nella zona di Puglia, Italia, më pas në gjithë territorin italian, e in tutto il territorio italiano, dhe në vijim në disa vende të Bashkimit Evropian, e in seguito in alcuni paesi dell'Unione Europea, si Gjermani, Belgjikë, Holland, come Germania, Belgio, Olanda, dhe në Amerikën e Jugut. e nell'America del Sud. Atëherë e reja në këtë hetim, pasi La novità di questa indagine, me të njëjtin grup hetimin e kemi patur edhe më parë 5 skuadra përbashkëta hetimore. con lo stesso gruppo di indagini abbiamo 5 altre squadre comune. E reja ka qenë sepse krahas të dhënave të përfituara nga veprimet, siç kanë qenë përgjimet telefonike, telematike e tjerë, dalle intercettazioni, janë përdorur në mënyrë të menjëhershme edhe të dhënat e përfituara nga platformat e kriptuara. immediatamente i dati da piattaforme limitate. Gjithsej janë sekuestruar 30 episode të trafikimit të lëndëve narkotike në Itali. Abbiamo 30 episodi di traffico di narcotici in Italia. Dhe më pas 10 episode tjera në Shqipëri, E 10 episodi in Albania, në Holland dhe në disa vende tjera të Bashkimit Evropian. Olanda e altri paesi dell'Unione Europea. Pra është dokumentuar i gjithë cikli i lëvizjes së lëndëve narkotike nga vendet e origjinës në drejtim të Shqipërisë apo vende tjera të Bashkimit Evropian. Albania o altri paesi dell'Unione Europea. Dhe së dyti, fal analizës së kryer faktikisht nga hetuesit e drejtorisë së DIA-s Grazie alle analisi degli investigatori di DIA në drejtim normalisht të prokurorëve të Barit, e la Procura di Bari, është arritur të konkludohet lidhur me të gjitha të ardhurat kriminale nga ky aktivitet kriminal. sui flussi di questa attività illecita. Dhe janë dokumentuar mbi 30 episode të qarkullimit të parave nga Italia apo vende tjera të Bashkimit Evropian në drejtim të Shqipërisë. Documentati più di 30 episodi di traffico di Në denaro dall'Italia. në një vlerë prej afro 5 milionë euro. Gati quasi 5 milioni di euro. Gjej momentin të falenderojmë autoritetet italiane për gjithë bashkëpunimin Italiane per la dhe collaborazione besimin, pasi në fakt kanë qenë e la fede poiché kanë ofruar, kanë iniciuar këtë hetim, kanë ofruar gjitha të dhënat, e offerto tutte le informazioni e i dati, kanë administruar të dhënat e SkySeas në mënyrë të drejtë për drejtë piattaforma in modo diretto, nëpërmjet Eurojust tramite Eurojust. dhe fal të bashkëpunimit janë arritur këto rezultate që ne kemi sot. Grazie alla collaborazione abbiamo raggiunto questi risultati. Atëherë, ditën e sotme janë ekzekutuar masat e sigurimit për 52 persona Sono state eseguite le misure di sicurezza per 50 persone në Shqipëri dhe në Itali. in Albania e in Italia, Janë ekzekutuar 40 masat e sigurimi. 40 misure di sicurezza, Atëherë fal të hetimi janë evidentuar përveç episodeve të trafikimit të lëndëve narkotike dhe pjesëtarëve të grupeve strukturuara kriminale. traffico di narcotici di gruppi criminali. Janë dokumentuar edhe vepra korruptive në territorin e Republikës së Shqipërisë. Abbiamo anche reati di corruzione nel territorio della Repubblica d'Albania. Kemi ekzekutuar masa sigurimi të vendosura nga gjykata e posaçme për vepra penale të korrupsionit, Per abuso d'ufficio, per il reato abuso d'ufficio, për zyrtar shtetëror dhe për një avokat. ufficiali e un difensore. Gjatë
Sot gjithashtu janë ekzekutuar edhe vendimet e gjykatës lidhur me konfiskimin me sekuestrimin e pasurive. Pasuritë të cilat dyshohet që rrjedhin nga aktiviteti kriminal i trafikimit të narkotike. Proventi da attività illecite. Janë sekuestruar 3 restorante në qytetin e Durrësit. 3 ristoranti nella città di Durazzo. Një bar kafe. Un bar caffè. 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në qytetin e Vlorës. Aziendali e una televisione. Rete në qytetin e Vlorës. Nella città di Valona. Atëherë edhe një herë. Po. Atëherë në gjatë të jetimit. Durante questa indagine. Më parë janë sekuestruar 3 milion euro. Sono stati sequestrati 3 milioni di euro. Para këto në cash. In contanti. Si të ardhurat të këtij grupi kriminal. Come proventi di questo gruppo criminale. Të cilat janë nështruar edhe këta hetimit. Sono sotto indagine. Të këtij procedimi penal. Di questo procedimento. Edhe një herë faleminderit gjithëve. Grazie a tutti. Kaloj fjalën drejtorit përgjithshëm policisë. Passiamo la parola al direttore generale di polizia. Buongiorno a tutti. Si të ndodhem këtu sot dhe të konfirmoj një bashkëpunim të shkëlqyer, siç u bë me dije ditën e djeshme dhe sot herët në mëngjes, Policia e Shtetit, Drejtoria e Përgjithshme dhe strukturat vendore të disa qarqeve janë përfshirë në një operacion të ekzekutimit masave të sigurimit të gjykatës së posaçme në drejtimin e 2 prokurorëve të cilët gjej rastin t'i falenderoj. Dhe për të përmendur për masat e këtij operacioni, duhet konfirmoj numrin e punonjësve të policisë të përfshirë në këtë operacion, që kanë qenë rreth 349 punonjës policie, dhe kuptojnë për masat zëkomtare që ka pasur ky operacion, dhe gjej momentin t'i falenderoj gjithë punonjësit e përfshirë për integritetin dhe për kushtimin e treguar. Në operacion janë përfshirë disa strukturat policisë shtetit. Mirë, kemi ndjekur drejt për drejt konferencën e përbashkët për shtyp mes kreut të SPAK, zotit Dumani, prokurorëve policisë shqiptare dhe gjithashtu prokurorëve policisë së Barit, lidhur me mega operacionin antidrog që ka rezultuar me arrestimin e 52 personave. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com.